Jemi në rrugën Elbasan Librash, në korridorin e 8 i cili po rikonstruktohet dhe faktikisht jemi pranë urës së Mirakës. Siç e shikoni, kompania ndërtuese ka marrë të gjithë inertet në lumë dhe sot kjo urë rrezikon të shembet, për arsye sepse i kanë dalë këmbët e urës, sipër edhe siç do ta shikoni edhe nga pamjet filmike, ka filluar është çari gjithë asfalti sipër urës dhe sot rrezikon të shkëputet për të gjithë njësinë administrative policë, por edhe për një sër fshatrash të Elbasanit. Siç e shikoni, situata skandaloze. Autoritetet përgjegjëse nuk janë të pranishme, qoftë agjencitë të cilat kontrollojnë basenet, po siç kontrollojnë edhe IKMT-ja apo institucione tjera ligjzbatuese, e kanë lënë në këtë lloj situate e cila për ndërtuar një rrugë inertet merren në lumë dhe këtu është shembulli më i pastër i korrupsionit të kësaj qeverie. Kjo është ura e Mirakës, pranë rrugës Elbasan Librash, dhe shikoni çfarë ka bë firma cilët po ndërton rrugën Elbasan Librash me 4 kërsi. Janë marrë gjithë inertet në lumë dhe kanë dalë këmbët e urës dhe tashmë ura rrezikon të shembet. Kjo është papërgjegjësia e institucioneve. Kjo është ura e Mirakës, e cila ka filluar dhe kjo të degradojë në mënyrë më të keqe. Siç e shikoni, për shkak të këmbëve të urës, të cilët kanë dalë poshtë, çarja është e konsiderueshme dhe që është një urë lidhëse dhe jetike për gjithë banorët e policit. Janë një çare tjetër e rrugës. Ura rrezikon të shkëputet totalisht. Kjo është situata skandaloze e cilët po flasim. Gjithë lumi, inertet e lumit janë përdorur për ndërtimin e rrugës. Ja dhe situata tjetër e shkëputur edhe gjithë urës, e cila, siç u thash, rrezikon të prishet totalisht. Apo është investim.